Ky segment u mundsua pjesërisht nga Sunny Shores Travel. Për bileta ajrore drejt vendlindjes dhe çdo drejtim tjetër, telefononi Sami Ademin. Tungjatjeta të nderuar teleshikues të pasqyrës shqiptare. Për gati 2 javë rresht, opinioni mbar shqiptar ndoqi me ankth atë që ndodhi gjatë dhe pas ndeshjes së futbollit midis përfaqësuesve së Serbisë dhe asaj të Shqipërisë. Më 14 tetor, 2 skuadrat u vunë përballë njëra tjetrës në stadiumin Partizani të Beogradit në kuadrin e turit eliminator për kampionatin evropian France 2016. Ndeshja u ndërprer në minutën e 42 për shkak të dhunës fizike deri me rrezik jete që shpërtheu në fushë kundër lojtarëve shqiptar, që përpara ndeshjes situata jashtë stadiumit dhe brenda tij ishte tepër e acaruar. Kjo u duk qartë në thirrjet në kortë të tifozëve serb, vritini dhe shfarosini shqiptarët. Gjendja u përkeqësua, sidomos gjatë minutave kur skuadra jon po krijonte raste të mira shënimi. Gjatë atyre 10-12 minutave, përveç thirrjeve raciste dhe gjenocidi, u hodhen dhe sende të forta në drejtim të lojtarëve dhe bankinës shqiptare. Shfaqja e një minikopteri ose droni siç thirret ndryshe në hapësirën ajrore mbi fushë, vetëm sa shërbeu si shkëndij në një fuqi të mbushur tashmë me barutin e urrëties etnike. Siç mund ta keni parë tashmë edhe në mediat e ndryshme, nga droni varej një banderol me hartën e Shqipërisë etnike me ngjyrat dhe simbolin e flamurit kombëtar dhe 2 figurat e shquara të kombit, Ismail Qemali dhe Isa Buletini. Pamjet e dhunës janë vërtet shqetësuese dhe nëpërmjet tyre, por edhe dëshmive të ndryshme të lojtarëve shqiptar, kuptohet që autorët janë tifozët serb, punojës të stadiumit dhe forcat e sigurisë. Kujtojmë se tifozëve shqiptar u ishte ndaluar ardhja në stadium në kuadrin e një marrëveshjeje reciproke mes 2 federatave që kishte marrë pëlqimin e UEFA-s. Kjo e fundit, vetëm një ditë pas ndeshjes, çeli një dosje për ndjekje disiplinore kundër 2 federatave, duke ngritur 5 akuza kundër federatës serbe dhe 2 kundër asaj shqiptare. E çuditshme dhe e papranueshme ishte që mes 5 akuzave kundër serbëve, asnjëra nuk ishte për racizëm. Në momentin që ky emision po përgatitej, UEFA nuk ishte mbledhur akoma për të shqyrtuar çështjen, kështu që sot ne nuk mundemi dot të komentojmë për vendimin që është marrë e njëjtën më 23 tetor. Megjithatë, në pjesën e parë të emisionit do të tregojmë për ngjarjen e Beogradit, duke sjellur për ju dëshminë e një shqiptaro-kanadezi që atë ditë u ndodh brenda në fushë, i rrethuar nga një publik tepër armiqësor. Në vazhdim të nderuar teleshikues, ju ftoj të ndjekim bisedën që bashkëpunëtorët tanë zhvilluan në Tiranë një ditë pas ndeshjes së 14 tetorit me mjekun kiropraktor të kombëtares shqiptare, shqiptaro-kanadezin Alban Merepeza. Ai është i njohur për teleshikuesit tanë të rregullt si një mjek vullnetar i skuadrave olimpike shqiptare, që prej shtatorit të këtij viti, doktor Albani shoqëron edhe kuqezinjt në takimet ndërkombëtare. Me thonë dhe ishte diçka e frikshme që të provosh atë urrëti nga shumë njerëz për një shumë stadium kur njerëzit duhet të vinë faktikisht me shiju një ndeshje futbolli në atë shpirtin e fair play të futbollit, duhet kishte pas korreksi edhe nga sportdashtit, gjë që nuk ndodhi. Para se hyrjes në stadium, megjithëse ishin forcat shumë të policie, mund të ishim gati 20 metra përpara stadiumit, mund të ishte gur, nuk e di, nga ana e djathtë të autobusit, godit me një send fort, megjithëse ishin kordon me policët të afërt. Që kur dolëm në fushë me bon zemin ato futbollistët, kishte fyrje, sharje, megjithatë ne ato injoruam për momentin, pastaj ajo vazhdoi akoma më tepër kur këndu himni i Shqipërisë. U bë një zhurmë e zakonshme që nuk shpreh kulturë civile. Nga aty pastaj situata u bë akoma më keq. Sidomos masi nga minuta 20 ne e morëm veten si ekip, fillum duke sulmu e ato kthyen në mbrojtje, me thënë ndryshoi dhe ajo situata në fushë, u acaru dhe atë situata jashtë fushë me ato. Si fillim ne që ishim në bankinë, fillum me goditje të sendeve të forta si gur, çakmak, pjesë metali. Ne ishim pjesë e bankinës që nuk ishte e mbrojtur, ato policët na thanë të futemi aty. Pastaj siç e pan gjithë televizor që nuk është nevoja të komentoj flamuri me Isa Buletinin edhe Ismail Qemalin, ishte ajo qendezi atë barutin si i themi, pastaj aty çdo gjë degeneroi, domethënë edhe ashtu po shumë siç e kanë parë gjithë në video, tifozët hyn me sende me karrike, ne u mundum që të mbrojmë ato sportistët, po ishte e pamundur, ishte një situatë që doli jashtë kontrollit.
Unë hyra nga ato të funit në bankinë ose aty në tunel, edhe I pasha të përpara futbollistët që I gjujten me gur, me sende ndryshme. Ishte diçka e tmerrshme që ta përjetosh. Federata Serbe mori vendim që mos marrin nesha të zhvillohet pa praninë e tifozëve shqiptar, veçanërisht pa flamuj shqiptar. Pse e bën ato këtë? Në retrospektiv, unë jam shumë I kënaqur që kjo nuk ndodhi për arsye se unë nuk shifra asnjë lloj mënyre tjetër përveç se aty do të ishte bërë një masakër me tifozët. Për arsye se ishte një situatë aq e tensionume, aq e kishte një egërsi të papam. Edhe nëse do kishin pas tifozat tonë, duke u pasur çai ndodhi sportistëve tonë, do ishte bërë një masakër. Unë jam shumë I lumtur për këtë them në retrospektiv, shumë më mirë që s'jen. Përpara ndeshjes tash, nga që jemi tifozëria shqiptare është aq e zjarrt, aq e dashur, aq e ngrohtë për ekipin dhe jep aq shumë zemër, ne nuk na pëlqeu ideja që jemi pa tifozët. Mirë po, në retrospektiv, mas ndeshjes, isha shumë I lumtur dhe kjo po diskutohet edhe në dhomat e ndeshjes, midis sportistëve, midis stafit që në thënë ishte një gjë e mirë që ndodhi se do kishim shumë pasojë shumë më të mëdha. Jam jashtëzakonisht dakord me ty që lojtarët tanë ishin 100% profesionista, ishin të drejtë, nuk provokuan asnjë. Lojtarët tanë mbijetun një fyerje të vazhdueshme nga të gjithë tifozët, kudo që ishim. Një incident që ma e mendun edhe kur po dilnim që shkova me mor një lojtari jon Kukeli u vra, edhe I doli gjak nga hunda që I ra në këmish, edhe sipas rregullat UEFA-s nuk lejohet, duhet ndërrohet këmisha që atëherë duhet të ndërrohet uniforma që ka në sipërfaqe gjak. Për këtë njolla, për këtë arsye ne u desht vrapoja nga bankina mrena në dhomat e zhveshjes, sprintoja më saktë se sa të vrapoja. Morëm fanellën me të mathmet e Kukelit dhe I pruam aty në bankinë, domethënë Kukeli. Edhe nga punëtorët e stadiumit kishte kështu fyerje, pavarësisht se nuk e kupton gjuhën. Ajo shpreha e fytyrës, toni, mimika, toni I zërit, reagimi ishte këto janë nga punëtorët e stadiumit që duhet të jenë profesionistë dhe asnjanës. Pastaj gjëja që ndodhi më e keqja është për mendimin tim që lojtarët tanë u dhunuan edhe nga forcat e sigurisë. Atëherë kur ke forca sigurie që janë aty për të mbrojtë sportistët edhe ekipin mik, edhe kjo nuk ndodh, po ndodhe kundërta. Kjo ishte ajo për mua ishte moshgënjyese nga të gjitha. Si krijimtari ishte jashtëzakonshme. Si gjetje ishte jashtëzakonshme. Gjesti që nuk kishin tifozë dhe u prezantuan me flamurin, një ide jashtëzakonshme. Po unë do thosha që kur kemi një barut që ishte gati edhe kishte nevojë për shkëndij që të shpërthete, nëse kishte një çintil, ajo ishte ajo flaka që e ndezi barutin. Pra nga kjo do të thonë që nuk ishte e menduar se çfarë do ndodhi për sportistët edhe skuadrën që janë në fushë. Sikur të kishin zbrit ato 22.000 tifozë që ishin aty, kishin çfarë rrethimi kishin zbrit në fushë. Çfarë do ndodhi ke sportistët tonë? Çfarë do ndodhi ke ato mediat që kishin me vete? Çfarë do ndodhi ke zyrtarët e federatës, çfarë do ndodhi ke delegacioni që kishte ardhur nga Shqipëria, që ishin në një suite në sipër, edhe ato të rrethum. Ne kishim shqetësimi më I madh ishte që kishim 2 sportista, Amir Ramanin dhe Ervin Bulkun, që ishin me uniform, ju desht kalojnë midis tifozave që të shkojnë në pjesën e sipërme ku ishin ato delegacioni jonë. Do thosha gjë që më bëni jashtëzakonisht përshtypje. Loriku vendosi, masi foli me ato, ne ishim gjithë mrena dhomave të zhveshjes. Ai doli jashtë, foli me UEFA-s, foli me ekipin e lojtarët e Serbisë, do të më marrë një vendim. U fut mrena në dhomën e zhveshjes, I mlodhi të gjithë, I kërkoi Hamdi Salit për kthej për trajnerin Debiazi dhe për stafin italian, për kthejnë italisht. Edhe pastaj I tha me detaje, këtu kemi bërë deri tani. Unë mendoj që nuk duhet të hyjmë fushë, ky është mendimi im, I kemi thonë UEFA-s këtë, do t'i shkruajmë letër, do I bëjmë reklamim, gjitha këto. Çfarë mendoni ju? Jeni dakord? Ishte një zoj përbashkët që tham 100% dakord. Po mboni shumë përshtypje se ajo është
një aftësi e një lideri demokratik që merr opinionin e tjerëve, përfshin edhe ndjekësit. Alban, ju faleminderit shumë për këtë intervistë që na e dha të fill mbas kthimit nga Beogradi, as 10-12 orë keni që keni ardhur. Ju faleminderit shumë dhe ju uroj rrugë të mbar me që më thatë që nesër niseni për në Kanada. Po. Edhe unë ju falenderoj ju për intervistën edhe gjithmonë kënaqësi që të japim intervista për pasqyrën shqiptare. Skenat e dhunës kundër skuadrës kombëtare të Shqipërisë në stadiumin e Beogradit kanë ngjallur një reagim të pashoq mes shqiptarëve kudo në botë. Dy ndjenjat që mbizotrojnë, për mendimin tim, janë zemërimi dhe neveritja. Fatmirësisht, shqiptarët kanë një pjekuri shekullore që urrëties nuk i përgjigjen me urrëtie. Një fjalë e urtë thotë që kur e urren dikë me gjithë shpirt, rrezikon të përfundosh më keq se i urryeri. Prandaj duhet qetësi dhe energjia që të çliroj këndeshje të kthehet për mirë, të ngjall ndjenja pozitive, afrimi dhe bashkëpunimi me njëri tjetrin, të kuptojmë që vetëm puna, arsimi, shkenca dhe dashuria për njëri tjetrin janë forca që do të na çojnë përpara, duke na bërë konkurrues jo vetëm në Ballkan, por kudo që ndodhemi. Serbët kanë një traditë shekullore shtetformuese nëpërmjet dhunës, terrorit, gjenocidit, organizatave sekrete dhe vëllavrasjes. Europa i njeh ata shumë mirë edhe si provokatorët e luftës së parë botërore. Qëndroni me ne se kemi një tjetër intervistë nga Tirana për ju që në një farë mënyre i jep përgjigje dilemës se si duhet të sillen shqiptarët dhe Shqipëria me Serbinë. Ky segment u mundsua pjesërisht nga Besi Auto Collision, riparime nga përplasjet, kondicioner, sisteme elektrike dhe shumë shërbime të tjera, në kohë dhe me cilësi. Më 28 gusht të këtij viti, kryeqyteti gjerman u bë mikpritësi i një takimi ndërkombëtar të pazakonshëm. Me nismën e kancelares së Gjermanisë, Angela Merkel, aty u mbajt një konferencë mes kryeministrave të vendeve të Ballkanit Perëndimor, si dhe Gjermanisë dhe Austrisë. Shtys për takimin u tha se u bë 100 vjetori i fillimit të luftës së parë botërore dhe dëshira e Bashkimit Evropian për të gjetur një formulë të re të integrimit në grup të këtyre vendeve. Por analistë të ndryshëm pan te kjo lëvizje e kancelares Merkel një vullnet për të eliminuar çdo përpjekje të Rusisë për t'ju qasur këtyre vendeve me ndonjë projekt të vetin. Shqetësim të veçantë ka paraqitur gjithmonë Serbia, si një vend që flirton edhe me BE-n, edhe me vllajin e madh slav. Pikërisht me këtë fqinj plank prishës, Shqipërisi duhet të normalizojë marrëdhëniet dhe me që garant është bërë tani Gjermania, një partner serioz ndërkombëtar që shpenzon bujarisht, Shqipërisë dhe kryeministit Rama nuk i mbetet shumë për të zgjedhur. Biseda në vazhdim u zhvillua në Tiranë me një pjesëmarrës në konferencën e Berlinit. Ai nuk vjen nga bota e politikës, por ajo akademike. Është gjeografi urban, profesor doktor Dimitër Doka, i njohur për studimet e tij dhe bashkëpunimin me shumë universitete gjermane. Gjithashtu ai është edhe një bashkëpunëtor i jashtëm i pasqyrës shqiptare. Një profesionist që më shumë se sa në Shqipëri njihet në Gjermani. Ftesa më erdhi nga Gjermania, ishte ide e kancelares Merkel, e cila në seancën plenare të mbylljes konferencës për vendet e Ballkanit Perëndimor, krahas politikanëve më të lartë të rajonit që morën pjesë dhe të Gjermanisë, u mendua të ftohen dhe nga pjesa akademike. Ajo ishte drejtuar Fondacionit Humboldt, i cili më mbështet mua që për 10 vitesh në studimet e mia bashkëpunimi në universitetet gjermane, dhe kështu isha përzgjedhur unë që të përfaqësoja Shqipërinë në këtë summit. Pse pikërisht ju? Tani përzgjedhja ishte bërë nga gjermanët, unë kam mbi 20 vjet që bashkëpunoj me universitete ndryshme gjermane, kemi shumë suksese në këtë bashkëpunim dhe besoj kjo që i vetmi kriter që mua u përzgjodha unë për të përfaqësuar Shqipërinë në këtë summit. Profesor, a kishit ju një rol tuaj në këtë takim dhe morët fjalën, folet diçka në këtë summit? Po, që në ftesën që më erdhi, më kërkua që të flas deri 5 minuta, 5-6 minuta rreth problematikave që ka rajoni në këndvështrimin e një studiusi dhe problematikat edhe një qëndrim kritik ndaj gjithë këtyre zhvillimeve që po ndodhin në rajonin tonë. Dhe unë e pata mundësinë, shansin që ta mbaj fjalën time në këtë summit. Pala shqiptare ishte në dieni të pjesëmarrjes suaj? Me çvura re unë nuk ishte në dieni, aty që kryeministri Rama, që ministri i jashtëm i Shqipërisë, ministri i ekonomisë, dhe ndoshta në agjendën e tyre ose në program ishte shkruar që do kishte pjesë dhe nga pjesa akademike, po personalisht emri im ndoshta nuk ishte në i njohur. Çfarë ndikimi do të ketë ky takim në marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Gjermanisë
sigurisht në forcimin e tyre. Ky ishte një tjetër shans shumë i madh për neve dhe për gjithë rajonin që një ditë Berlini bëhet qendra e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Aty u diskutuan shumë plane të rëndësishme për të mbështetur rajonin për një zhvillim të përbashkët të gjithë rajonit drejt Bashkimit Evropian. Dhe tani mbetet në dorë të secilit vend të rajonit, duke përfshirë Shqipërinë rreth parë, por dhe vende të tjera, se si do ta shfrytëzojnë këtë shans, këtë mundësi, këtë mbështetje për të shfrytzuar për zhvillimin tonë të mëtejshëm. Profesor, mund të themi se ishte e rastësishme mbajtja e këtij takimi, ndërkohë që konflikti midis Bashkimit Evropian dhe Amerikës nga njëra anë dhe Rusisë nga ana tjetër është i pranishëm për çështjen e Ukrainës, çfarë mund të themi? Kjo është më shumë në këndvështrimin politik, e cila që është diçka jashtë fushës sime, megjithatë ne gjithë i shohim, i ndëgjojmë, i përjetojmë ato që ndodhin në rajon dhe më gjerë. Aspekti gjeopolitik gjithmonë ka pasur dhe do të ketë një rol të rëndësishëm dhe edhe koincidenca që me situatën që është sot në Ukrainë, në Rusi e tjera, mund të ketë qenë një nga arsyet për të realizuar këtë summit dhe për të bashkëpunuar në një zhvillim përbashkët drejt Europës dhe jo drejt lindjes. Do shtoja që ishte vërtet një nder dhe kënaqësi e madhe për mua që të merrja pjesë në këtë summit, në këtë konferencë kaq të rëndësishme, që një atmosferë shumë miqësore, shumë e veçantë. Para se të fillonte takimi, zonja Merkel, kancelarja, erdhi, bëri një foto me ne që ishin ftuar jashtë pjesës politike. Na tha që ju kemi thirrur për të na bërë një kritikë se atë bla politike ne e bëjmë vetë ne politikanët, dhe edhe fjala ime këtu konsistoi që unë bëra një prezantim të shkurtër të studimeve që ne kemi kryer në rajon rreth këtyre disparitete ose pabarazive të zhvillimit rajonal që po theksohen gjithnjë më tepër në Shqipëri, po dhe në vende të tjera ku çdo gjë koncentrohet në qendrat kryesore, në kryeqytete dhe periferia braktiset, pra ka një pabarazi shumë të madhe, gjë që nuk është në favor të një integrimi të përbashkët ose të gjithë hapësirave tona në zhvillimin evropian. Pastaj kisha edhe janë 3 refleksionet mia nga bashkëpunimi, nga eksperienca ime e gjatë si humboldtian në rajon dhe me gjermanët. E para kishte të bënte me faktin që kam mbi 20 vjet që mbështeten studiues të ri nga Shqipëria dhe nga rajoni, vetëm drejt Gjermanisë kanë pas shansin mbi 4000 shqiptarë që të kualifikohen këto 20 vitet e fundit, dhe kjo përbën një potencial shumë të rëndësishëm për zhvillimin e Shqipërisë dhe të rajonit në përgjithësi. Problemi që unë shtrova është sa politika dhe qeveritë tona e mbështesin këtë potenciale, marrin parasysh kur realizojnë reforma të tyre të ndryshme. Dhe këtu bëra thirrjen që kam më tepër nevojë për hapësirë ndaj ekspertëve të pavarur. Refleksioni i dytë kishte të bënte me faktin që ne kur bashkëpunojmë në rajon midis docentëve, studentëve dhe kur kemi gjermanët pranë, është vërejtur një atmosferë shumë e mirë, bashkëpunimi produktive. Problemi që mbetet është kur mbarojnë këto projekte, kur gjermanët nuk janë më në rajon, sa jemi ne bashkëpunojmë me njëri tjetrin brenda rajonit, kush na mbështet neve, kush i merr parasysh studimet tona. Dhe në këtë kuadër unë bëra dhe sugjerimin që është domosdoshme që të krijohen të ashtu quajtura qendrat të studimit rajonal, pavarësisht ku do ta kenë qendrën këto qendra studimi në Tiranë, në Sarajevo, në Beograd apo në Prishtinë. Rëndësishme është që studiuesit e gjithë rajonit më të mirë të mundshëm të realizojnë studimet përbashkëta që të ketë një zhvillim sa më të qëndrueshëm në të ardhmen. Dhe këtu bëra edhe thirrjen që ministritë, universitetet dhe institutet tona kërkimore duhet të jenë më të angazhuar për një bashkëpunim të tillë. Refleksioni i tretë kishte të bënte me faktin që gjendja arsimore dhe kërkimore në Shqipëri dhe në rajon duhet ndryshojë sa më shpejt. Dhe kjo kërkon një realizimin e reformave të qëndrueshme dhe njerëzit që janë ekspertë të fushave përkatëse. Shqipëri ka filluar kjo reforma e arsimit lartë dhe ne shpresojmë që të ketë rezultate pozitive, dhe kjo ishte edhe apeli im për gjithë pranishmit që të kërkohet një bashkëpunim konstruktiv midis politikës, midis shkencës, midis shoqërisë dhe midis ekonomisë, që këto reforma të jenë sa më të qëndrueshme dhe sa më efektive. Avantazhi im që unë që është i vetmi që fola në gjermanisht në summit, dhe kjo që një përshëndetje veçantë pastaj për mua nga zonja Merkel, e cila tha faleminderit jo vetëm për idetë, por që edhe folët gjermanisht këtu. Për këtë tha ne ju përgëzojmë domethënë. Kjo që edhe mundësia ime që më njohti dhe kryeministri i Shqipërisë,
fund erdhi më dha dhe dorën, falenderoj për bisedën dhe pra që një mundësi përfaqësoj jo vetëm veten, por edhe vendin, Shqipërinë dhe këto problematikat që unë mendoj që i ka rajoni dhe që duhen zgjedhur për një zhvillim më të mirë në të ardhmen. Dhe kur mund të ketë një takim tjetër të dytë? Kjo ishte shumë pyetje e rëndësishme, na u tha që u fillua me samitin e Berlinit dhe të paktën 4 vjet është planifikuar që konferenca të jetë në vazhdimsi. Është vendosur që vitin që vjen, e njëjta konferencë do të mbahet në Vjenë, një vit më vonë ndoshta në Paris, dhe unë e quaj shumë pozitive që vendet të tilla si Gjermania dhe vendet tjera të Bashkimit Evropian nuk po i lënë shumë kohë vendeve tona që të mendohen gjatë, por çdo vit do të bëhet një bilanc të atyre që u thanë në një vit më parë. Dhe kjo është një presion pozitiv, si të themi, që gjërat që thuhen mundësisht bëhen. Dhe tani një blok i shkurtër me njoftime komunitare. NV Entertainment ju fton këtë të premte më 31 tetor në natën e frikshme, një Halloween party ku marrin pjesë 3 DJ-t më të mirë shqiptar në Toronto. Hyrja fillon në orën 10 të mbrëmjes dhe kushton vetëm $10. Festa mbahet në Troika Vodka Boutique në 95 King Street East në downtown në Toronto. Do të ketë edhe $600 çmime, surpriza ditëlindjesh dhe argëtimi garantuar nga një ekip profesionist. Rezervoni sa më parë. Dhe tani një urim për çiftin e sapo fejuar, Ardian dhe Shahine, nga familjet e tyre respektive. Gjyshja e Ardianit, Kadime, bashkë me djalin Besim, nusen Lindita dhe nipin Izet, po ashtu dhe prindrit Asip dhe Drita me vllajin Krenar, Tezja Floresha dhe Arbeni familjarisht. Gjithashtu, prindrit e Shahines, zotni Nizam dhe zonja Suzan, familjarisht i urojnë fejesën Ardianit dhe Shahines, jetë të lumtur dhe urime. Urimit i bashkohet edhe pasqyra shqiptare. Të nderuar bashkëdhetar, shoqata e Bashkësisë Shqiptaro-Kanadeze me qendër në Toronto ju fton në veprimtarinë më të madhe të vitit, darka festive e 102 vjetorit të pavarësisë. E ftuar një nga yjet e këngës popullore, Merita Halili dhe grupi i saj orkestral i drejtuar nga Raif Hyseni. Gjithashtu, marrin pjesë këngëtarët e mrekullueshme shqiptaro-kanadeze, Mirela Tafaj dhe Tringa Rexhepi, të shoqëruara nga grupi i Detroitit, me muzikantët Përparime Faja dhe Erin Emiri. Ditën e diel, në 23 nëntor, ora 5 pasdite, në Le Park Banquet Hall, Leslie dhe Highway 7. Festoni 102 vjetorin e pavarësisë me shoqatën e Torontos. Mbështetni shoqatën duke festuar. Të nderuar teleshikues, ju falenderoj për vëmendjen dhe ju le takimin e radhës të dielën në orën 3 pasdite. Ju kujtoj se ky emision përsëritet çdo të njëjtë dhe çdo të premte, respektivisht të njëjtë në orën 12:30 pasdite dhe të premte në orën 8:30 të mëngjesit. Mirupafshim. Ky segment u mundsua pjesërisht nga Sunny Shores Travel. Për bileta ajrore drejt vendlindjes dhe çdo drejtim tjetër, telefononi Samia Demin.